ne për zgjedhjen e kryeministrit. Një kryeministër i fuqishëm, një kryeministër legjitim do duhet me pas shumicën në parlament. Zoti Haradinaj... Shoshtë të thonun, pse? Demokraci shoshtë të thonun. Natyrisht që ata muj votohet, edhe ka qenë legalja e punë, edhe nesër mundum na me votuhe, edhe një kryeministër nëse do në vetë vendosja një partije minore. Mirë, po nuk është zgjedhje normale. Nuk i shetin në përvendet normale. Demokracia parlamentare jemi, për atë arsye. Jo shka fisheri, është bo do më onë koalicion me 13%. Në votat e partisë së Gjelber, në votat e asaj partije, SPD-ja ka mujtë me formu shumicën. Ata kanë qenë... Pa dhe PDK-ja me votet e Haradinajt e ka bo shumicën, pse me të kujna? Nuk u bo Joshka Fischer kancelar, po bo minister i jashtëm edhe bo Zavendës kryeminister. Që ka kuptim. Edhe zoti Haradinaj si partner ma i vogël i koalicionit, mendoj që ka kuptim me pas pozitën e dytë, po jo pozitën e pas. E pse jo? Ta tregova... Demokracia gjithmonë është koalicionim, aftësi me bashkëpunumet e tjerët. Ju definitivisht do më onë kini pak probleme me demokracinë. Demokracia nuk do gjithmonë me konë maj fuqishmi, maj madhi, maj mirë, maj bukuj. Demokracia, jo, që është të thonën. As maj votume, jo, as maj votume. është të thonën një konsenzus minimal, gjykata kushtetuse, në 2 rastet, vitin e kaluar, në 2 rastet gjykata kushtetuse ka thonë, jeni të obligum bashkëpunim në mirëbesim. Pa bashkëpunim në mirëbesim, demokracia nuk funksionon. Nuk funksionon. Kjo teoria Albinit, cilën për më pësheti. Sinqerisht, që duhet me fitu shumicën, jo përse sot të thonë. Shumicën duhet ta ketë, po valla çfarë shumicët, kujt? Atë partisë vetë. Aftësia e koalicioneve kushtim. Aftësia me bashkëpunu me tjetër, që kjo demokracive, lerzet, shyheret, që thot Albini, edhe lerzet është me bashkëpunu me Kenën, me Mujen, me Gërmizaj. Me Kenën